Dolce kishte hyrë në atë shtëpi me bindjen se do të ishte e fortë. Jo e ftohtë, jo e distancuar, por e vetëdijshme për çdo hap. Ajo e dinte që çdo derë e mbyllur kishte sy, çdo heshtje kishte jehon dhe çdo afrim interpretohej. Megjithatë, kishte gjëra që nuk planifikohen dot, ditët kalonin me një ritëm të çuditshëm. Ngadalë, por me peshë. Çdo mëngjes sillte një version paksa ndryshe të vetes dhe çdo mbrëmje e kthente në mendime më të thella. Dolce filloi ta ndjente veten të ndarë mes asaj që ishte dhe asaj që pritej të ishte. Limi nuk u shfaq si dikush që kërkonte vëmendje. Përkundrazi, ishte aty, i qetë, i vëmendshëm, gjithmonë një hap larg, sikur të mos donte të prishte balancën. Pikërisht kjo e bëri të dukshëm për të. Jo fjalët, por mënyra si dëgjonte. Jo veprimet e mëdha, por prania, fillimisht ishte thjesht bisedë. Fragmente jete, mendime të përgjysmuara, net ku flitej për gjëra që nuk kishin lidhje direkte me ndjenjat, por që i afronin pa e kuptuar. Dolce e ndjeu gradualisht se po hapej, jo sepse duhej, por sepse donte. Një mbrëmje, pasi zhurma e ditës ishte shuar, ajo mbeti vetëm në sallon. Dritat ishin të zbehta, kamerat të heshtura, ose të paktën kështu dukej. Limi u ul pak më larg. Nuk foli. Nuk kishte nevojë. Heshtja ishte e mjaftueshme. Dolce e kuptoi se kishte momente që nuk kanë nevojë për emër. Momente që nuk kërkojnë sqarim. Vetëm praninë e dikujt që nuk të shtyn, nuk të kërkon, por të lejon të jesh. Afërsia mes tyre u ndërtua si një rrugë e ngushtë, hap pas hapi, pa nxitim. Një shikim që zgjaste pak më shumë. Një buzëqeshje që nuk kërkonte përgjigje. Një ndjenjë që nuk bërtiste, por që qëndronte. Dolce shpesh mendonte për mënyrën si publiku e sheh gjithçka bardhë e zi, ndërsa jeta është gjithmonë në nuanca. Ajo nuk donte të ishte as heroin, as viktim. Donte të ishte e vërtetë. Dhe kjo ishte më e vështira. Me kalimin e ditëve, tensioni nuk u rrit me dramë, por me ndjesi. Me ato momente të vogla që mbeten gjallë. Ajo filloi ta kuptonte se ndonjëherë lidhjet më të forta nuk janë ato që shfaqen hapur, por ato që ndërtohen në heshtje. Një natë, ndërsa biseda u ndal dhe gjithçka u qetësua, Dolce ndjeu se diçka kishte ndryshuar brenda saj. Jo sepse kishte ndodhur diçka e madhe, por sepse ajo nuk po i ikte mendjesisë. Po e pranonte. Ajo e kuptoi se kjo histori nuk ishte për famë, as për strategji. Ishte për një moment njerëzor, për një ndjesi që nuk blihet dhe nuk shitet. Për guximin për të qëndruar në një çast pa u fshehur. Kur ajo u shtri për të fjetur, mendimet nuk ishin të zhurmshme. Ishin të qarta. Dhe kjo ishte e re për të. Nuk kishte premtime. Nuk kishte plane. Vetëm një ndjenjë që i thoshte se diçka e vërtet kishte ndodhur, qoftë edhe vetëm brenda saj. Disa histori nuk kanë kulm dramatik, ato nuk mbyllen me zhurmë, ato thjesht lënë një shenjë të heshtur, dhe kjo është mjaft.